Janë konstatuar 9 operacione të panevojshme kardiake dhe kardiokirurgjikale në 5 institucione shtetërore dhe private, kumtoi Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu. Ndërhyrjet e panevojshme kirurgjike janë konstatuar te Klinika Universitare për Kardiologji, Klinika Universitare e Kardiokirurgjisë, Spitalin Klinik i Shtipit, në Spitalin 8 Shtatori, si dhe klinikat private Kardioart Shtip, Zhan Mitrev dhe Axhibadem Sistina. Në këtë përfundim është ardhur pasi analizuar gjithsej 13 raste nga komisioni huaj i përbërë nga Dr. Ugolini Livi, kardiokirurg nga Italia, Dr. Nikola Lakić, kirurg kardiovaskular nga Slovenia dhe Dr. Miha Çerçek, kardiolog intervenues nga Slovenia. Pacientët e përfshirë në këto raste janë të moshës nga 45 deri në 70 vjeç. Nga gjithsej 13 lëndë të analizuara në lidhje me dyshimet për operacione të kryera pa nevojë ose për udhëzime të panevojshme për operacione, komisioni i huaj për 4 pacient konstatoi se, citoj, trajtimi i ofruar në tërësi ka qenë mjekësisht i përshtatshëm, në kohë dhe në përputhje me standardet e pranuara të praktikës klinike në botë. Për 9 pacient të tjerë, sipas ekspertëve të huaj, po citoj, thot kështu: dokumentacioni tregon rezultate të dyshimta gjatë evaluimit diagnostik. Drejtori i mjekësisë ligjore Aleksandar Stankov informoi se komisioni i tyre do të duhet të dalë në teren për të kontrolluar spitalet e kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë. Понатаму извештај ќе биде доставен од комисијата до сите соодветни институции кои што ги спомна министерот, а комисијата и понатаму има своји обврски. Според решението, нашата комисия трябва да излезе на терен и рендом да провери медицинска документација во сите овие болници кои што се занимаваат со кардиолошка и кардиохируршка дејност. Ministri i Shëndetësisë Aliu paralemroi se raporti i komisionit të huaj së bashku me raportin e komisionit vendas do t'i dorëzohen qeverisë, prokurorisë, OD-së mjekëve, Inspektoratit Sanitar dhe Shëndetësor, Fondit Shëndetësor dhe Komisionit për Parandalim të Korrupsionit.